Këshilli Bashkiak i Shkodrës zhvilloi mbledhjen e radhës ku miratoi një paketë të gjerë vendimesh që i përkasin fushave të rëndësishme si ndihma ekonomike, strehimi social, buxheti dhe politikat sociale për vitet në vijim. Ndër vendimet kryesore ishte miratimi i përdorimit të fondit shtesë deri në 6% mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike për muajin shkurt 2026, duke synuar mbështetjen e familjeve në nevojë. Po ashtu miratua masa e qiras mujore për banesat sociale që administrohen nga Bashkia e Shkodër për vitin 2026, si dhe ndryshime në listën e përfituesve dhe vlerën e subvencionit të qiras për familjet që nuk përballojnë tregun e lirë. Në fushën financiare, Këshilli miratoi ndryshime në buxhetin e vitit 2026 dhe programin buxhetor afatmesëm 2026-2028, si dhe raportin e monitorimit të zbatimit të buxhetit për vitin 2025. Gjithashtu miratuan tavane përgatitore të shpenzimeve për programin buxhetor afatmesëm 2027-2029. Një vëmendje e veçantë ju kushtua transparencës dhe mjedisit, ku miratua programi i transparencës së Bashkisë Shkodër, si dhe masa për parandalimin dhe shuarjen e zjarreve në fondin pyjor. Në të njëjtën mbledhje, Këshilli Bashkiak miratoi disa plane strategjike afatmesme, përfshirë planin 5 vjeçar të strehimit social 2026-2030, planin e mbrojtjes sociale, planin lokal të rinisë dhe planin vendor të veprimeve për barazinë gjinore për periudhën 2026-2030. Gjithashtu miratua një ndryshim në planin lokal për menaxhimin e zhurmës në mjedis, i cili synon përmirësimin e cilësisë së jetës për qytetarët. Këto vendime synojnë të përmirësojnë shërbimet ndaj qytetarëve dhe të forcojnë zhvillimin social dhe ekonomik të Bashkisë Shkodër në vitet e ardhshme.